Premtimi i bërë atletëve dhe trajnerëve të Atletikës së Vllaznisë është mbajtur. Ekipi i meshkujve është shpallur kampion i Shqipërisë për vitin 2026, duke fituar titullin e 30 në histori dhe duke vendosur një rekord të ri kombëtar, pasi kalon rivalët e Partizanit që numëronin 29 tituj kampion. Ky sukses vjen pas dominimit të vazhdueshëm të Atletikës shkodrane në vitet e fundit, me Vllaznin që ka fituar edhe tituj të shumtë në grup moshat e reja. Në garën e zhvilluar në Elbasan, ku Brut shkëlqyen me një sër rezultatesh pozitive. Franco Burraj u shpall kampion në garën e 200 metrave në kohën 21 sekonda e 13, ndërsa Leandro Çardaku u rëndit në vendin e tretë. Durian Idrizaj triumfoi në 400 metra me pengesa me kohën 56 sekonda e 78, duke fituar titullin e dytë kampion në këtë kategori. Një tjetër protagonist ishte Sidrit Kopliku, i cili pas suksesit në 800 metra triumfoi edhe në 1500 metra. Sukses e pati edhe në disiplinën e kërcimeve. Kolindo Kiri fitoi medaljen e artë në 3 hapësh, ndërsa Mario Cepi dhe Eliseo Spathari plotësuan podiumin në vendin e dytë dhe të tretë. Tek femrat, Risa Rasa u rëndit e dyta në 3 hapësh, ndërsa Imer Kajoshaj përfundoi treti në garën e 10.000 metrave. Në rënditjen përfundimtare ekipore, Vllaznia grumbulloi 167 pikë, duke lënë pas Skënderbeun dhe Teutën. Një sukses historik për Atletikën shkodrane, edhe një tjetër dëshmi e dominimit të saj në arenën kombëtare. Ky triumf nuk ka kaluar pa u vlerësuar edhe nga kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci, i cili përmes një postimi ka uruar atletët dhe stafin teknik për arritjen historike. Vllaznia shpallet kampione e Shqipërisë në atletik për herë të 30, një sukses që flet për traditën, punën dhe kulturën sportive që Shkodra ka ndërtuar ndërbreza. Urime kampionëve tanë për këtë arritje të jashtëzakonshme. Shkodra feston me ju. Vllaznia vazhdon të shkruaj histori, shkruan Beci në mesazhin e tij.